Allah shpërblet hoq pyetja tjetër. Selam aleikum hoq. A është I sakt ky hadith? I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam e dhënoi në një natë namazin e yacis derisa kaloi një pjesë e madhe e natës. Pastaj doli dhe tha: "Kjo është koha e saj më e mirë, por të mos kisha frikë se do ta rëndoja umetin tim, Allahu I rujt e nderoft." Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ky hadith është I saktë. E transmeton Imam Muslimi Sahih. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë yasin. Pastaj ka folë. Ibn Abbasi thot, pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po të mos kisha frikë për umetin, do të kisha thonë në çet kohë me fal namazin e yacis. Kur është që ka kohë? Nëse ndojmë natën në 3 pjesë, nëse kështu ka ndonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pjesa e parë, funi I pjesës së parë natës është që ka kohë. Kur ndojmë natën në 3 pjesë, funi I pjesës parë natës është që ka kohë që ka vonu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë që nëse po të mos kisha frikë, kisha me urdhnu, kurse me thonë umetit me falë çet kohë. Kur është kjo kohë? Kjo gjithmonë nuk është me një vend. Por, po llogarismi tash, nëse sonte perëndimi I diellit ka qenë ora 8, edhe lindja e diellit është ora 5. E marrni edhe I dojmë që të pe orës 8, deri në orën 5, e dojmë 3 pjesë. Që në fakt I kemë sa 9 orë. 9 orë, pjesa e parë ka 3 orë. Pjesa e dytë ka 3 orë, pjesa e tretë ka 3 orë. Pjesa e parë ka 3 orë. Ka qenë perëndimi I diellit ora 8, ora 9, ora 10, ora 11 është më e duhura për namazin e yacis. Thënë përfundimi I pjesës së parë të natës. Pastaj e njëjtë rregull vlen edhe për pjesën e tretë natës, kur fillon pjesa e tretë natës, veç e merr çet ndarje, edhe kur e bën llogarin, fillon pjesa e tretë natës derisa të lindja e diellit. Tash kjo është koha më e vlefshme për namazin e yacis. Pa bën me shty yacin edhe më për të kësaj kohe, bën me shty sipas mendimit të shumicës së dietarëve. Mendimi më korrekt ose mendimi më me shumicë I dietarëve është që yacia lejohet me u shtyje deri në gjysmën e natës. Kur është gjysa e natës? Tash gjysa e natës ndryshon. Kur perëndimi I diellit ora 8, lindja ora 5, në kyptën 8 orë, 9 orë, mesi I bjen 4 orë gjys. Edhe I bjen që yacia mundet më ushtyjen që ditë, kur lind që të diva, kur perëndon, deri 4 orë gjys pas perëndimit ditës. Atë nëse është 8, 9, 10, 11, 12 e gjys. Kurse një pjesë tjetër e dietarëve mendojnë se yacia bën në sebzen gjithmonë, jo me qëllim deri te para se me hinja hakimi, por kjo është çështje e diskutueshme mes dietarëve dhe nuk këshilloj që më shtyj dikush namazin e yacis për te gjysës së natës, wallahu alem. Kurse për pjesa më e mirë e yacis është përfundimi I pjesës së parë, e përfundimi I pjesës së parë llogaritet në çet mënyrë, wallahu alem.